Mirë se vini, përshëndetje të dashur miq, mirë se vini prapë, faleminderit për mbështetjen, për klikimet, për çdo gjë që përcjellni ndërmes kësaj hapësire, që është edhe veni juaj. Atëherë, sot kisha pas dëshirë me dha me ju një informacion aq themelor, aq të rëndësishëm, sa nuk kam ju pëlqy disave, do të bëj edhe armiq, po nuk ka gjë se e vërteta lirën. Atëherë, gjuha që na flasim, dhe më thanë, në librat e shenjtë na e dina, siç është e shkruajtur, në fillim ishte fjala. Pra, është shumë interesante kjo fjala shqip fjala, që ka dhënë edhe fjali e tjera, që ka dhënë edhe fjalë tjera në gjuhë tjera, si për shembull frangjish ka dhënë fjalën filial, që do të thotë bir, bi, rrjedhimi dhe më thanë për i prinit për thona, pra fidhi, ashtu si një vajzë ose një djalë, frangjish thuhet le fils, apo la fille, kur në fakt shkruhet F-I-L, me S për djalin, ose disa djem, pra fisi, veç fils, pra fils, të e shqip të shqip, edhe fi, dhe më thanë fe, i, dy, le, e, pra fil. Me fjala, fjalia, ashtu si është shkruar në librat e shenjtë dhe nuk shpjegohet as përkthehet në asnjë gjuhë përveç një shqip, pra fillimi, filli. Na shqiptarët kena një super pasuri, po normal kjo nuk është pasuria jonë, veç se na e kena rujt me shumë kujdes e me shumë nerë, normal edhe me vështirësi e me vujtje, po e kena rujt, do më thanë, si sytë e ballit, ashtu si genin, e pra gjuha fillestare, që është gjuha shqipe, është aq themelore, sa ma në fund sot shkenca po arrit deri në nivelin e kësaj gjuhe gjinie, gjeniale, dhe më thanë, taman është gjini. Që du më thanë me tonë këtë është si gjuha shqipe është një mjet shkencor. Gjuha shqipe është mjeti shkencor mi tana mjetet. Ajo është logjike pse e thëmë, po e shpjegoj i qitë për ata se kanë parasysh. Normal që nuk ka shkencë në qoftë se ti parimet e asaj shkence nuk i ke mjeshtru, nuk i ke kuptu në thellësi, në themelet e saja. Pra na sot bëjmë një shkencë gjys, sepse nuk përdorim mjetin original, mjetin kryesor, që është gjuha shqipe, edhe normal kjo bën ashtu si bën, dhe më thanë, shkencëtarët nuk janë dakord, nuk kanë si me kanë dakord, kur në fakt nuk din, dhe më thanë, pra s'kanë si me u vnu dakord, kur nuk e din qysh në fillim qa është ky mjet shkencor, si është gjuha shqipe, edhe normal nuk të mund të komunikojmë autentikisht, pra qartë e kthellët, po asnjë lloj mosmarrveshje,
në qoftë se nuk mjeshtrojmë ta njerëzimi, flas këto, në qoftë se njerëzimi nuk mjeshtron gjuhën shqipe, që është pra mjeti i parë i konsciencës, i ndërgjegjes, edhe pra kjo na çon direkt te burimi. Do thotë se gjuha shqipe është pikërisht gjuha e konsciencës, pra gjuha e asaj që është, e asaj që nuk, do të thënë, konscienca siç e dina, ose energjia, ose universi, ose Zoti, zgjedh një konceptin tuaj modern, se s'ka as i fare rëndësie, do të thënë, tana gjanat janë për me nem një gjë, që është kjo gjë që në fakt nuk mund t'i vnojmë një emën, po ta emnat janë për to. E gjuha shqipe është aq e mrekullueshme sa e bën me pasqyru këtë krejt thellë për çdo njeri, sa e lashtë është edhe sa moderne është në njëjtën kohë. Pra, i lidh të dyja, se koha nuk ekziston, nuk ka si lloj kuptimi për me fol për kohën, dhe më thënë nuk është një gjë lineare, nuk është një gjë e drejtë, sepse na e dina se truni moderni, dhe më thënë, ka nevojë për diçka thellëstare, ashtu si teoria e Big Bangut është një teori, sepse në fakt na po shohim sot se nuk është ashtu, nga që për shembull, shqiptarët nuk kanë ku me ditë për momentin, se janë të mytur në informacione tepërta, po baballari më i lashtë, më i hershëm që gjet ndonjëherë në planetin tonë, tokë pra, deri sot, është gjet pikërisht në Gadishullin Ilirik. Ky homonide, ky primat, unë do t'a quaj Homo pelasgus, sepse nuk ka asi shans quhet disi nyshe. Ata pseudo-shkencëtarë që kanë në dorë sot, që janë normal, janë fshiton të dashtun, uzurpatorët grek, pra, ky zbulim është ba me vite, as një dhej artikull shkencor, as një dhënë nuk del për këtë gjë mallështore, si e përmyt, do të thënë e hell poshtë direkt teorinë që është pranuar prej shumicën e njerëzive, pra që është se njerëzimi rrjedh, ose po, njerëzimi ka dalë, rrjedh nga Afrika. Afrika është një kontinent i jashtëzakonshëm, me veçantitë e tija, me mahnitë e saja, normal, po dhe më thanë, ai njeri më i hershëm që është gjetur në Afrikë, është prap më i ri, ose më modern, po thona është 7 milion pikë 2 duket, kur kjo që kena gjetë në Evropë është 7 milion pikë 4 a 5, e pra e vërteton vetë se dhe më thanë, njeri nuk është, njeri nuk ka linë me Homo sapiensin, e përkundra, dhe më thanë, Homo sapiensi është një racë, nga dhe një pandemi, që ka ba me hupë para arsin tonë ne specifikisht evropian të shqiptar, që është njeri i neandertalit. Pa u fute për fillin këto gjana, sepse ka shumë për me thanë, po edhe i herë kthejna të gjuha shqipe. Gjuha shqipe është një mjet shkencor, edhe është gjuha e konsciencës, pra gjuha e ndërgjegjes, gjuha e energjisë, gjuha e Zotit, gjuha e quje qatë dush, gjuha e asaj që s'ka linë kur e s'do dek kur.
Pra, du të kuptojmë sa e rëndësishme është ta dim na këtë e ta mishrojmë, ta integrojmë krejt, dhe më thonë, këtë realitet, sepse nuk është rasti si shqiptarët kudo që shkojnë, mësojnë gjuhat në mënyrë shkëlqyshme, nuk ka kanë kurrë rasti. Është pasuria e tingujve gjuhës shqipe që i bën shqiptarët me kanë të squar, me kanë ditun, me kanë të shkath për me mësu gjuhën, për me mu adaptu ashtu si kanë bërë prova, dhe më thanë, për inteligencën e tyne. Ashtu si në qofë se shqiptarët, normal në vend parë, evropianët e kush donë ta dinë të vërtetën, në qofë se një njeri mjeshtron këtë mjet kryesor e shkencor, po dhe njerëzor për komunikimin e për marrëveshjet të qarta e të pastra, në qofë se ti e mjeshtron, dhe me thanë edhe adhuron ashtu si shduhet, pra e trajton me ner ashtu si i takon kësaj gjuhe, këtij mjetit, atër ti nuk mund të imponohesh ma, nuk mundit kush me ta shplatrunin e me të manipulue në mënyrat ma skandaloze si që ban deri sot, edhe që prapë vazhdojnë për fatkeq që njerëzit të jataku një tjetrin, një ignorancën më të madhe. Pra edhe herë, nuk besoj se kur zë ta ninje, kur zë të guxojnë kush ta bajnë një vërtetim kash qartë e kash kthjellët, po unë do të jam ajo që po e them super qartë e super kthjellët, që gjuha shqipe është nana e gjuhëve të njerëzimit të familjes saj indo-europeane, po dhe ma gjanë, është e vetmja gjuhë që i ka tiparet, si që dina, s'po futran shumë detaje, po kentu me satem, është gjuha që lidhet me tëna gjuhët e lashta, pra gjuhët e vdekuna, prap të i kanë gjuha e gjallë që mund të bërthejnë tëna fjallët, ose 90% fjallëve të familjes saj sot, e ma gjanë se familjes saj, pra ma gjanë se indo-europianishten. Pra edhe një gjanë super rëndësishme është ta kuptojmë se gjuha shqipe i takon atyne që e donë, atyne që e kanë rujt, atyne që do ta flasin, edhe pse e flasin si do në ta flasin, do më thonë një të huaj normal nuk e flet gjuhën shqipe si një njeri si e ka e ngen, po thona, po prapse gjuha shqipe është edhe ati njerit, në qofë se aje donë gjuhën shqipe me shpirt e me zemër, kjo është gjuha universale, nuk është se na takon veç neve shqiptarve. Na, normal, sidomos malësor, e kena rujt në mënyrë shkëlqyshme, e kena rujt krejt, dhe më thanë atë fillin, atë origjinën e tjera, edhe për të, dhe më thanë edhe historia e njerëzimit është prap në këtë gjuhë, pra është vetë dia, kjo gjuhë është vetë dia. Nuk e dia e dinin po fjala dio, dia, gjë, deos e tjera, pra si që është fjala për me thanë zoti, e në gjuhët moderne, po thona. Kjo është krejt, për një shqiptar është evidente, është eshe qartë, sa është normale pa besushme, sepse truni i prishun, një njerit prishun, ka nevoj gjithmonë për një kompleksitet që nuk ka arsye. Pra në vend si me pa ashtu si që është, pra esh autentike, esh e qartë, esh e kthillt, esh e thjesht, për njëjtën kohë, kjo thjeshtësia është sofistikimi më i lartë dhe më thanë një gjaje që është,
Në qofë se njeri nuk e shef këtë, normal dën me, veç me kritiku për keq, atër i ban fëmija ati që nuk e beson se kjo ka një shqip të artë, se është shqiptar, pra flet me një gjuhë të artë, e ka gojën e artë, kur flet me vetdijen e ti, me ndërgjegjen e ti, me konshancën e ti, të i peshu fjalët e tingujt që janë edhe herë prodhimi i vetë konshancës për te njerit, pra, për te trunit njerit. Se kjo gjuhë normal merr burimin e saj e në tingujt e natyrës. Nuk është veç një shpikje të një njerit se gjuhë të shpikuna, dhe më thanë, të përdorë në zyrtarisht e tjera në kohët e hershme, jo disa versionet të gërqishte, se latinishte, se qa dushti e tjera, se s'po futena shumë, po tanë kjo punë është për me thanë se ti në qofë se e shef ashtu si që është realitetin e këtij mjetit kosmik, pra universal, pra përhershëm, atër ti në fakt aty dhe më thanë ki kuptu qa është me dek për zgjalli e me u rizgjall të i kanë të i dek, të i kanë gjallë. Pra sepse edhe herë jeta është një ëndër e zgjuar, ne na çum të i bën një ëndër. Kjo është eksperienca toksore të këtij dimensionit që na bëjmë, edhe gjuha shqipe edhe herë të i kanë aq magjike, lidhet me tanë historinë, lashtësinë, normal filozofinë, qa dushtit tana fushat, ajo as diskutohet, po lidhet edhe me fjalët e shprehjet e tingujt ma të habishe, ma absurd, ka herë këtë pa lidhje, po në fakt lidhje është direkt në to, e na shfaqet dhe më thanë, kur e shofim, e dallojmë me dashni, e me shpirt një ashtu si duhet me kenë. Unë besoj se orakuli jam është se gjuha angleze, si shpërdoret sot si gjuha internacionale, ashtu si ka kanë frangjishtja një kohë, do të zhduket, dhe më thanë, nuk do të zhduket në shtasi gjuhë, po do zhduket kjo rëndësia e kësaj gjuhë, po thëmë sepse jam e sigurt 100%, 1000%, se çdo gjë është ciklike, çdo gjë shkon të ju rikthye, edhe pse na rikthehet në një formë të ndryshme, e jam e sigurt 100% se mas disa viteve, ndoshta ne s'do të jemi më këtu, këtë gjenerata, po stër fëmijët tonë tjera do të as nuk do të diskutojnë ma për këtë realitet, dhe më thanë kam ju duk krejt si një habi, sa ignoranta kena kenë, që nuk e kena pa, nuk e kena adhuru, nuk e kena dash, nuk e kena përdor për të mirë, ashtu si që duhet, këtë mjetë kryesor e këtë dije. Pra, njerëzit do lypin zanafillin e tyne, do ta gjenë jo tanë normal, sepse ka disa raca, edhe pse edhe herë ka pas damje, përzime, shkëmbime tjera, e pra dhe racat tjera do të pasurohen për këtë pasuri që e kena majt na, sepse do të shtohet për ta edhe një shtres, ose shtresa kryesore e dijes, që ndoshta është përdor, jo ndoshta, po është përdor edhe në racat e tjera, në kulturat e tjera, që sot veç me Shqipen edhe herë mund t'i shbërthejme ta dallojmë. Pra, besoj se Shqipja ashtu si ka kanë, do të kthehet në fakt, mas kësaj periudhe konspiracioniste ku normal është luftu, është masakru, është mshefe tanë qadona, sot
sot e vërteta I mjafton vetes, do shpallet, ka krye ajo kohë ku manipulimet mund bahen e njerëzit nuk janë vetëdijshëm, sepse sot dhe më thanë konscienca që është një gjë, është ka rritet e kur kush s'mund ta analojnë këtë gjë. Pra na edhe herë na jena në rresht parë si spektator të këtij fenomenit evolucionit real, pra evolucioni shpirtëror, jo një evolucion pseudo shkencor, pseudo teknologjik, sepse teknologjia pa konsciencë është shkatrim, sepse çdo gjë pa inteligjencë, pa konsciencë, pa vetdije, është një veçkatrim, pra konscienca nuk mund të riprodhohet. Dhe më thanë, sa fantastik mund t'jemi na për me imitu jetën, me riprodhu mekanizmin e menshëm të gjinisë jetës e të asaj që është, na nuk mund ta riprodhojmë kurrë konsciencën, sepse nuk është produkt I njerit. Okay? Është produkt I vetë konsciencës, dhe më thani I shpirtit. Edhe gjuha shqipe në animon me pa këtë qartë e kthelt, pa asnjë lloj kompleksi e tjera, po du ta dona më shumë, du ta adhurojmë e ta nderojmë ashtu si duhet, e mos me prit në asnjë mënyrë një validacion e një mbështetje të jashtëm. E them këtë sepse edhe herë gjuha shqipe është e atyneve që e donë, që e flasin, që e ruajnë, që e shpërndajnë, normal pa dhunje, po e shpërndajnë këtë dije madhështore, themelore të njerëzimit. Edhe gjuha shqipe nuk është e shkencëtarëve, nuk është e linguistave, etimologëve, akademikëve. As ka shanse, dhe me thanë, në qoftë se njerëzit nuk e marrin përsipër qa ju takon si nërgjegje, se cili e tonë bashk, atër dhe herë mirë në e baft, sepse shkencëtarët, akademikët e tjera, do ta keshpërdorin pa dijen e tyne, do ta sakatojnë pa dijen e tyne, do ta coptojnë pa dijen e tyne, edhe na do mesim, dhe me thanë, krejt skandal. Dhe me thanë, ata akademike, profesionista që thonë që gjuha shqipe është për shembull 8.000-9.000 vjeçare, duhet ta kuptojmë krejt thjesht e krejt thillt, që gjuha shqipe nuk mund të datohet, o njerëzi, nuk mund të datohet, është gjuha e fillimit, pra gjuha e konsciencës. Ti s'mund datosh energjinë që nuk krijohet e nuk shkatrohet. Do me thanë, kur na thona se gjuha shqipe ka për shembull 9.000 vjet, ose në krahasim me një tjetër, për shembull gërqishtja e lashtë, si normal mbështetet të Shqipja, ose sanskritishtja që mbështetet të Shqipja, e të na gjuhët e tjera, kur na datojmë, japim një datë, duhet ta kuptojmë krejt thellë që nuk është kurrë, e nuk do t'jetë kurrë, fillimi I gjuhës shqipe. Aty, ajo datë përcakton momentin ku gjuha shqipe është do, po thona, e është marrë një parem ose një tjetër, është kriju kjo gjuhë ose kjo tjetër. Kjo muhabeti. Pra, mos I leni, ju lutem, akademikët, pseudo-shkencëtarët, pseudo-profesionistat e kudion, me u shplat trunin për një gjë kaq bazike, kaq logjike sa vetë një fëmijë kupton. Nuk është puna me ba 10 vite studime për me pas një menje të prehun, dhe më thanë, ashtu si gjuha shqipe është krejt e prehun, dhe më thanë, nuk ka vend për mos marrëveshje kur fjala prej, një ashtu si shpata e për atë
gjuha, në vendin më të sigurt, është mrena gojës. Pra, kur ti e hap gojen e xirr gjuhën për me fol, do ta kuptosh se je ka përdor mjetin më të prehun të kësaj gjaje që është ekzistenca, jeta, ndërgjegja e tjera, pra që jena na njerëzimi pjesë e kësaj. E për atë na malsort e dina, gjithkush e din se thona fjala të mytë, në qoftë se nuk përdoret me ndërgjegje me konshancë. Pra dhe i herë të dashur shqiptar, bëneni të vetëdijshëm, sepse koha është e rreptë, manipulimet e propagandat, ideologjitë do t'ja uhajnë shpirtin, e në qoftë se nuk e keni pra shpirtin të mbledhun, nuk e keni menjen e në shërbim të shpirtit, edhe nuk do dalin, nuk do shpallet e vërteta ashtu si ç'është, në qoftë se disa prej nesh e luftojnë, sepse donë me tërhek jargonin e nanën e tyne, ose donë me tërhek vëmendje, me pas një mbështetje të jashtme, me pas me pas fanca, me pas mirënjohje të jashtme, asnjë gjë kur nuk vjen për jashtë, na shqiptarët e kena mjaft kuptu se në qoftë se nuk është një njeri i vetëdijshëm, nuk e man lirinë e të vërtetën mbi tana si vlera etike e morale, që sjellin drejtësi, që sjellin ekuilibër, që sjellin harmoni, atëherë do të hupim tmerrisht, e do hup njerëzimi, sepse edhe herë jemi të ju fut një periudhë ku fjala e gjuha është bën veç një mjet për me u marrë vesh, për me shkëmby, me bën tregti, e tjera, po du ta kuptojmë se zani i mrenshëm, pra fjala zot, ose zan, e ashtu si zanat e tjera, një ashtu si zanun, pra zanun me z e zanun me z, është e njëjta gjë. Në qoftë se ti për shembull hup zanin tën, prap ke një zan të mrenshëm që shprehet. E pra ky zan është zani i vërtet. Edhe ky zan përdor menjen e një mjet që është gjuha. Pra te menja shqiptare përdoret ky zani i mrenshëm që na shprehet e na shpallet në gjuhën eternale, dhe më thënë të përhershme, në gjuhën e përhershme që është gjuha shqipe. Problemi është se në qoftë se shqiptarët nuk e adhurojnë, nuk e donë, nuk e mbrojnë, nuk e pasqyrojnë, e nderojnë këtë pasuri që s'ka fjalë për ma shpreh, se është për te fjales edhe i herë, se është vetë konscienca, atër ne do zhdukena sigurisht, do zhdukena edhe si racë, do më thanë si gen, si etni, do zhduket edhe gjuha shqipe si që është, do më thanë me kompleksitetin e saj të menshëm, do më thanë me variacionet e ndryshme, pra dialektet, me krajinat e rajonet e tjera, edhe atër dhe të bëhet qikë edhe ma sfiduse dhe ma i fështirë për stër fëmijët tonë, po thona për me i lidh, pra me gjetat uren që lidh menjen originale, pra menja mistike, menja kozmike, me menjen e modernit që shprehet në koncepte, e pra jo në simbole.
Palon për këtë, po edhe herë të dashur shqiptar, do jeni vetin, do jeni Shqipen, sepse Shqipja do t'ju pështojnë, e Shqipja është vetë e vërteta. Edhe e vërteta na liron, na si Pelazg, jo rasisht kena vendos një moment me u shpallë, me u qujt i lirë, të i mete, të i kanë Pelazg, pavarësisht që a thonë në opinionet e disave dhe me ADN-in që thonë nuk ka, është duk dhe më thanë, nuk kena lidhje fare me Pelazg, ajo është një marri, është një absurditet dhe pak kriminale, në fakt, sepse se kena na me pas i lidhje, dhe më thanë, si mos me pas i lidhje me Pelazg, kur na flasim vetë gjuhën e tyne. Pra, u pas ka shduk geni, që nuk është e vërtet, sepse njani prej ADN-eve haplogrupet më të hershëm është I-ja, pra I si i lirë, ta majni men prej meje, I1 e I2, e kjo gjahet, po normal si është në pakic, sepse kanë kalu mija vite o njerëzi. Pra, shqiptarët janë shpërnda gjithkun, kanë shku, kanë popullsu disa kontinente, janë këthy prap në trojt e tyne. Normal që geni ka evolue, dhe më thanë ka haplogrupet ndryshme, që e kena shpërnda me etni tjera që ka dhanë, dhe më thanë, jo arabt, jo qifut, jo normal, iranian, të qadushte, latin të as mos flasim, po dhe të berber, dhe më thanë, barbar, shqip, jo dini, është barabar. Pra, moderniteti e ka shpartadhue, ose e ka përdhunue këtë fjalë, për shembull që është fjala barbar, sepse sot përdoret për të kundërtën e asaj që është, pra barabar, sot me edina, me keq përdorimin e koncepteve të modernve, me Herodotin e qadushte, kjo fjalë që sot metet si emën për popullsinë e veriut të Afrikës, pra berbert, sot përdoret në mënyrën më skandaloze për me thënë një njeri i dhunshëm, një njeri ku diun e tjera, pra barbar. Në qoftë se ti si shqiptar nuk e ke parasysh qatë dhe me thanë me pasë ndorë mjetin e konsciences, pra gjuha shqipe me tingujt e saj multi vjeçar, atër normal se do të rrahesh e do shkosh i hutum anena atlena mas çdo lloj teorie që del, një ashtu si tash 300 vite, tana teori që kanë dalë specifikisht për me na do, për me do menjen, për me do dijen, edhe normal s'me rëgjavesh. Pra, du të me pas një higjen shpirtërore, një higjen në menje, edhe herë për me kuptu në dimensionin e plot, sa e adhurushme, sa madhështore, sa e nderushme është gjuha shqipe, pra gjuha Atlantido Pelazgo Iliro shqiptare. Ju du fort, ju puthi fort, e do shifën asë shpejt. Ciao!